Të dashur të respektuar besimtar vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahut të lartësuar, jemi tek suratu Dhariyat, një sura mekase e përbërë prej 60 ajeteve, e cila ka një emër shumë interesant që përmend një fenomen natyror që ka të bëjë me erërat. Fenomenin e erërave, ku dihet që suret mekase qëllimi kryesor të shpalljes së tyre kanë pasur të thrasin intelektit të njerëzve, që ti orientojnë më pas tek besimi në Allahun xhaleshanuhu. Dhe Allahu xhaleshanuhu këtë gjë e ka bërë me mënyra të ndryshme, por një nga gjërat më thelbësore që ka përmendur Allahu xhaleshanuhu në këtë sure apo në surat mekase në përgjithësi, është kur ai na fton të meditojmë mbi krijimtarinë e tij, mbi universin, mbi fenomenet natyrore. Po ashtu në këtë sure Allahu i lartësuar na fton neve që të mendojmë, të reflektojmë, të meditojmë mbi fenomenet natyrore të cilat ndodhin rreth e qarknesh. Ne kemi shpjeguar tek surja Ra'd, për shembull, shkreptimat që Allahu i lartësuar në të njëjtën metodë të ftimit në logjik të pastër të shikuarit dhe të studiuarit fenomenet natyrore që ai është krijuesi absolut, e fton mendjen e njeriu të shëndosh që të orientohet tek besimi në Allahun xhaleshanuhu. Po jo vetëm kaq, Allahu nuk është betuar vetëm në erën në 4 ajetet e para të kësaj sureje, po ai gjithashtu është betuar në 2 apo 3 fenomene të tjera ku thot felhamilati wikra. Betohen po ashtu në ret që e mbartin shiun, po ashtu betohet felxhariyati yusra, betohem edhe në anijet që lundrojnë lehtëshëm mbi sipërfaqen e detit, dhe më pas betohet në melajket të cilët i ka caktuar për të ndarë çështjet dhe fenomenet e jetës së kësaj bote. Kështu Allahu na fton neve të reflektojmë, dhe kur shikojmë një nga regulatorët thelbësor të jetës njerëzore, është pikërisht era, nëse do të meditojmë. Sepse era, siç edhe shpjegohet në shkencë, erat e ftohta, erat e ngrohta që fryen, mundësojnë që të mblidhen ret, mundësojnë që të grumbullohen pikat e ujit nga oqeanet e kështu me radhë, dhe të grumbullohen tek ret, siç Allahu i lartësuar betohet, dhe kjo më pas është një burim thelbësor për jetën njerëzore, sepse po mos të ishte vetëm ky fenomeni e erës për atë që mediton, do të kuptonte që nuk do të kishte një jetë, po mos të kishte shi, po mos binte ujë, wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, çdo gjë të gjallë e kemi bërë prej ujit, thot Allahu i lartësuar. Uji është burimi i çdo gjëje të gjallë. Atëre e kuptojmë që Allahu i lartësuar fton për të medituar mbi këto fakte njerëzore. Po ashtu dhe kur thotë që betohem në anijet që lundrojnë lehtë mbi sipërfaqen e detit, Allahu i lartësuar po ashtu na fton që të kuptojmë që i ka dhënë një aftësi të veçantë mendjes njerëzore, që të jetë i aftë njeriu që të bëjë shpikje që do të jenë në dobi të njerëzimit, qoftë kjo në shpikjen e anijeve, në këtë shembull, apo edhe me gjërë. Dhe po ashtu kur betohet Allahu i lartësuar për ëngjëjt, ne besojmë në ëngjëj, është një prej kushteve të besimit, dhe Allahu i lartësuar tregon se i kanë dhënë atyre çështje të ndryshme të fenomeneve të kësaj bote. Dhe ne e dimë që krye ëngjëlli i fenomeneve natyrore, siç ka ardhur në transmetime, është Mikaili. Dhe kështu që ku do të bjeri shi, sa shi do të bjeri, ku do të bjeri bora e ku do të fryë era, të gjitha këto janë të paracaktuara me lejet Allahut të lartësuar El Khalik, krijuesin absolut, të cilin këto çështje ja ka deleguar pikërisht me lajkeve të tij. Dhe kështu të dashur besimtar, këto fenomene na tërheqin vëmendjen neve, Kurani na tërheq vëmendjen mbi këto fenomene, që të shikojmë fenomenet në radhë parë se çfarë mrekullie janë, por nga ana tjetër thelbësorja është të tërhiqet vëmendja kush është krijuesi i këtyre fenomeneve. Dhe Allahu i lartësuar ke kjo çështje fton që të meditojmë që çdo gjë që ndodh vetëm me lejet e Allahut të lartësuar. Dhe më pas Allahu i lartësuar në
Ajetin e 56 të kësaj sure e thot: "Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'." Dhe fton për një të vërtetë të madhe mbasi ne na shpjegon këto fenomene natyrore dhe thot se nuk ka dyshim se ajo që ju premtohet është vërtetë e sigurt dhe që se shpërblimi dhe gjykimi ditën e gjykimit, pra kur do të gjykoni para Allahut të Lartësuar, do të ndodh patjetër. Dhe automatikisht kjo sure me këto 5 ajete apo 6 ajete të para e fton njeriu në tauhidin e pastër të besojë Allahun një të vetëm pa shok, që është krijuesi absolut, na fton në besimin e ahiretit, në ringjallje dhe po ashtu na fton në profetësi për të vërtetuar atë çfarë ka shpallur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një nga thënjet më të bukura në lidhje me këtë çështje, e thënë nga dietarët, është se Allahu i Lartësuar në këtë ajet ka vënë në dukje se objektet e dukurit mbi të cilat bëhet betimi, në këtë rast pra siç është era, siç janë rrete, shiu e kështu me radhë, nga njëra anë dëshmojnë njohurinë e Allahut, fuqinë e tij dhe madhështinë e tij absolute, ndërsa nga ana tjetër tregojnë se rendi që sundon në natyrë shërben për shumimin dhe jetesën e llojit njerëzor në botë. Pra, po mos kishte këtë rregull natyra, sikur një fenomen i vogël të mungonte, atëherë nuk do të jetojë në këtë jetë, sepse Allahu i Lartësuar është ai që ka krijuar çdo gjë me precizitet. Allahu thekson se këto elemente mund të konsiderohen si mjete të betimit që e forcojnë pikërisht shprehjen, por nga ana tjetër në këtë lloj ajetesh është gjithashtu e mundur të thuhet se betimi nuk i drejtohet objekteve të natyrës, por i drejtohet betimi në këtë rast atij i cili i ka krijuar të gjitha këto fenomene natyrore. Kjo është mesazhi thelbësor i surës Dhariyat që neve na thërret pikërisht në meditimin e çdo fenomeni që ndodh rreth e qark nesh, që besimtari është i orientuar nga Islami që mos të shikojë çdo gjë, le të themi për gjumur, mos të jetë i hutuar, por ta shikojë çdo gjë, të reflektoj, të meditoj dhe të dëshmoj më të madhe se nuk ka Zot tjetër përveç Allahu xhaleshanu, ku elusi Allahun të na bëjë prej tyre që reflektojmë mbi këto fenomene natyrore që Kur'ani e thërret mendjen tonë. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Allahumma salli.